Për dhënë një ide mbi dëmin që shkaktojnë armët që përdor njeriu, ne duhet dimë përveç tjera edhe shpejtësinë e procesit që përdoret për këtë qëllim, qoftë ky proces elektromagnetik apo kimik ose bërthamor. Tek proceset elektromagnetike ne shohim rastin e gjuajtjes së një guri me forcë, dhe këtu përdoret forca e krahut, harkut, forca kimike apo elektromagnetike e dorës njeriu për të shtyrë gurin me shpejtësi, ose harkun e shigjetës duke përdorur forcën elektromagnetike të objektit, të plastikut apo të drurit që përdoret për të shtyrë me forcë elastike shigjetën përpara, me qëllim që të ndryshojë gjendjen e objektivit, ta dëmtojë atë. Por, përveç tyre ne kemi edhe përdorimin e barutit, i cili kur digjet bëhet me një shpejtësi shumë të madhe. Dhe duke përdorur këtë shpejtësi të bëbimit të tij, ne e përdorim atë në shumë shpërthime apo tek fishekët, të cilët përhapen me lëvizje me shpejtësi përpara, e cila arrin deri në 1,5 km në sekondë. Njeriu ka përdorur edhe energjinë potenciale të molekulave të nitroglicerinës, të cilat ndahen me shumë shpejtësi dhe godasin mjedisin rrotullt, plus janë ndarës ato lëshojnë dhe shumë energji. Kështu bombat e zakonshme kimike apo elektromagnetike që janë përdorur kanë një shpejtësi hapje fillestare deri në 3 km në sekondë. Për të përftuar shpërthime dhe më të fuqishme, njeriu ka përdorur një forcë tjetër të natyrës, forcën bërthamore. Këtu proceset që ndodhen janë shumë më të shpejta se ato elektromagnetike apo kimike. Në bërthamën e bombës bërthamore, në qendër të materialit radioaktiv, reaksioni zinxhir ndodh në 1/1000 në sekondës, duke e bymyer këtë material radioaktiv dhe duke shkaktuar një valë fillestare me një shpejtësi për 10 km në sekondë. Gjithashtu, nga ky shpërthim del dhe një sasi shumë e madhe neutronesh, të cilat lëvizin me një shpejtësi fillestare për 20.000 km në sekondë dhe që rrezatojnë dhe shkatrojnë të gjithë zonën përreth. Gjithashtu, ky shpërthim shoqërohet edhe me një valë apo rrezatim shumë të fuqishëm elektromagnetik që përhapet me shpejtësinë e dritës. Pra me rritjen e shpejtësisë kemi edhe rritjen e energjisë kinetike apo energjisë së lëvizjes. Sa më shpejt lëviz një objekt, aq më shpejt, aq më shumë ai godet objektet rrotull. Kështu që dhe shkatrimi do jetë gjithmonë më i madh. Përveç saj, njeriu nuk është mjaftuar me shpërthimin e bombës bërthamore, por e ka perfeksionuar këtë metodë shpërthimi duke e rritur fuqinë e reaksionit zinxhir. Ndërkohë që më përpara përdoresh deri në 2-3% masë radioaktive në konvertimin nga lëndë në energji, sot lënda radioaktive ngjeshet edhe më shumë me anën e eksplozivëve, me qëllim që të arrihet një presion edhe më i madh në qendër dhe reaksioni zinxhir të jetë edhe më eficient dhe të përdori rreth 20% të kësaj lënde mase, jo vetëm 2%. Dhe kështu bombat bëhen edhe më të fuqishme. Përveç kësaj, përdoren edhe pasqyrues neutronesh, të cilat kthejnë mbrapsht neutronet, shkaktarët përgjegjësit e reaksionit zinxhir, me qëllim që të rritet sa më shumë eficienca e shpërthimit, me qëllim që shpërthimi bëhet edhe më i fuqishëm. Pavarësisht shkatrimit shumë të madh që sjell bomba bërthamore, përfshi këtu dhe atë sferën prej plazme me temperaturë deri në 20 milion gradë që përhapet me një shpejtësi 2 km në sekondë dhe djeg një zonë prej disa kilometrash rrothull, për të rritur akoma më tepër fuqinë, njeriu bombën bërthamore e ka kthyer në një bombë me hidrogjen, që pas shpërthimit të bombës bërthamore, me që temperatura kalon 15 milion gradë, hidrogjeni fillon edhe bashkohet, ashtu siç ndodhe në qendrën e diellit. Dhe bashkimi i hidrogjenit çliron një energji ekstra tjetër bërthamore, e cila e rrit shkallën e shpërthimit të shkatrimit edhe më shumë. Dhe bomba me hidrogjen nuk ka limit. Sa më shumë hidrogjen të përdoret, aq më i madh shpërthimi. Në rastin e bombës bërthamore apo bombës me hidrogjen, maksimumi 1% e lëndës kthehet në energji dhe ne kemi gjithatë shpërthim të fuqishëm. Kurse në rastin e bombës me antilënd, 100% e lëndës kthehet në energji. Pra eficienca e bombës me antilënd është të patën 100 herë më e madhe se sa e bombës bërthamore. Po kështu dhe shpërthimi i saj është të patën 100 herë deri në 1000 herë më i fuqishëm se shpërthimi i bombës bërthamore.